shtyja dhe mosmundësia për të përgjegjë, unë e pyes parafolsin në diktojnë që ka ndodhur me atë komersin, privatizimin e parë që e ka bërë, që ai me shokët e tij ka marrë aksionet nga atë komerci me çmime 1.5 deri në 3.5 euro dhe të njëjtat i ka shit 15 euro. Kto është ku ka punu Zotëria më herët në rrjetë përqindje dhe ka shku dhe pse ka shku, në të gjitha këto i dim, ku janë tekstudorimet e mjeteve të kosovarëve në kohën e luftës dhe unë qytetar të nderuar ju drejtohem ju dhe ju them që nga marrja e aksioneve tuaja në Otrat Komerc, zotit e fjalë të cilët kanë bërë privatizimin e parë në shtetin e Malit Zilën Unin e Uqinit, që jashtë sheri kanë shit të aksione apo 10 vjetë më tepër se sa i kanë marrë. Dhe për kryt të çdo aksioneri kanë fitu jo më pak se 10 euro. Dhe me thënë, tu qëndron e gjithë panika. Për sa i përket asaj kush më kanë shu, absolutisht jo, për krahje do tjetë e qytetarëve ka qenë masurike në maj të viti, se e kemi pasur edhe me 2009, dhe unë e di që lista e jonë Unioni Demokratik i Shqiptarëve dhe Partia Prosperitetit Demokratik do t'jetë lista më e fuqishme në natën e 17 tetorit. Për arsye se qytetarët tashmë atin kush i ka mbet besnik projekteve, kush i ka mbet besnik atyre, kush merret me ta dhe jo me vetveten. Pra, unë jam i sigurt që mënyra e folit të juaj është mënyra e panikës, mënyra e pastrimit në këtë zgjedhjeve, mënyrë e tribuneve të para zgjedhjeve. Politika jonë është 565 ditë, është 5 vjeçare dhe do të vazhdojë edhe 3 vjet tjetër.